Data 27 korrik. Gjyqtarët, kapitulli 10. Pas Abimeleku doli për të shpëtuar Izraelin Tola, biri Puahut, biri Dodit, njeri i Sakarit. A i banonte në Shamir në krahinën malore të Efraimit. She gjyqtari i Izraelit për 23 vjet me radhë, pastaj vdiq dhe e varrose në Shamir. Mbas tij doli Jairi, Galaditi, she gjyqtari i Izraelit 22 vjet me radhë. A i kishte 30 bij që u hipnin 30 gomaricave dhe kishin 30 qytete, që quhen edhe sot fshatrat e Jairit dhe ndodhen në vendin e Galaadit. Pastaj Jairi vdiq dhe u varros në Kamon. Pastaj bijtë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë ato që është e keqe për sytë e Zotit dhe u shërbyen Balit dhe Ashtarothit, perëndive të Siris, perëndive të Sidonit, perëndive të Moabit, perëndive të bijve të Amonit dhe perëndive të Filisteve. E braktisën Zotin dhe nuk i shërbyen më. Kështu zemërimi i Zotit kundër Izraelit u ndez dhe ai dorëzoi në duart e Filisteve dhe në duart e bijve të Amonit. Atë vit ata u ranë me qafë dhe shtypën bijtë e Izraelit. Gjatë 18 vjetëve me radhë ata shtypën bijtë e Izraelit që ndodheshin matan Jordanit në vendin e Amoreve në Galaad. Pastaj bijtë e Amonit kaluan Jordanin për të luftuar edhe kundër Judës, kundër Benjaminit dhe kundër shtëpisë e Efraimit. Dhe Izraeli u ndodhi një situatë shumë fatkeqe. Atëherë bijtë e Izraelit i klithën Zotit duke i thënë: Kemi mëkatuar kundër teje sepse kemi braktisur Perëndin ton dhe kemi shërbyer Balit. Zoti u tha bijve të Izraelit: A nuk ju çlirova unë nga egjiptasit, nga Amorejt, nga bijtë e Amonit dhe nga Filistejt, kur ata të Sidonit, të Amalekitët dhe Maunitët ju shtypnin dhe ju bë thirrje, a nuk ju çlirova nga duart e tyre? Megjithatë ju më braktisët dhe u vut në shërbim të perëndive të tjera. Prandaj unë nuk do t'ju çliroj më. Shkoni pra të thërrisni perëndive që keni zgjedhur, let ju shpëtojnë ato në kohën e fatkeqësive tuaja. Bijtë e Izraelit i thanë Zotit: Kemi mëkatuar, bëna çfarë të duash për na çliro sot, të lutemi shumë. Atëherë hoqin nga mesi tyre perënditë e huaja dhe i shërbyen Zotit që u trishtua për vujtit e Izraelit. Pastaj bijtë e Amonit u mblodhen dhe ngritën kampin e tyre në Galaad dhe bijtë e Izraelit u mblodhen dhe ngritën kampin e tyre në Micpah. Populli, do me thënë princat e Galaadit i thanë njëri tjetrit: Kush do të jetë njeriu që do të fillojë të luftojë kundër bijve të Amonit? Ai do të jetë kreu i të gjithë banorëve të Galaadit. Gjyqtarët, kapitulli 11, vargjet nga 1 deri në 11. Jeftehu, Galaditi, ishte një njeri i fortë dhe trim, biri një prostitute dhe i Galaadit. Bashkëshortja e Galaadit i lindi bijtë të tjerë. Kur bijtë e gruas së tij arritën në moshën madhore, ata e dëbuan Jeftehun dhe i thanë: Ti nuk do të kesh trashëgimi në shtëpinë e atit ton sepse je biri një gruaje tjetër. Atëherë Jeftehu iku larg vëllezërve të tij dhe u vendos në vendin e Tobit. Rreth Jeftehut u mblodhin njerëz pas një vlerë që kryenin sulme bashkë me të. Pas një farë kohe, bijtë e Amonit i shpallën luftë Izraelit. Kur bijtë e Amonit filluan luftën kundër Izraelit, pleqtë e Galaadit shkuan të kërkojnë Jeftehun në vendin e Tobit dhe i thanë Jeftehut: Eja me ne dhe bëhu kapitani ynë për të luftuar kundër bijve të Amonit. Por Jeftehu ju përgjigj pleqëve të Galaadit duke thënë: A nuk më keni urryer dhe dëbuar nga shtëpia e atit tim? Pse vini tani tek unë kur jeni keq? Pleqët e Galaadit i thanë Jeftehut: Pikërisht për këtë jemi kthyer tani te ti, me qëllim që ti të vish me ne për të luftuar kundër bijve të Amonit dhe të vihesh në krye të gjithë banorëve të Galaadit. Atëherë Jeftehu ju përgjigj pleqëve të Galaadit: Në qoftë se më ktheni tek ju për të luftuar kundër bijve të Amonit dhe Zoti i lë në pushtetin tim, unë do të bëhem komandanti juaj. Pleqët e Galaadit i thanë Jeftehut: Zoti le të jetë dëshmitar midis nesh në rast se nuk veprojmë ashtu si ke thënë ti. Pastaj Jeftehu shkoi tek pleqët e Galaadit dhe populli e zgjodhi komandant dhe udhëheqës të tij, dhe Jeftehu përsëriti para Zotit në Micpah tër fjalët që pati thënë më parë. Veprat e apostujve. Kapitulli 14. Ndodhi që edhe në Ikon, ata hynë në sinagogën e judejve dhe folën në mënyrë të atill, sa një turmë e madhe judejsh dhe grekësh besuan. Por judejt që nuk besuan i nxitën dhe ja caruan shpirtrat e kombeve kundër vëllezërve. Ata pra qëndruan shumë kohë atje, duke folur lirisht për Zotin, i cili jepte dëshmi fjalës së hirit të tij, duke lejuar që me anë të duarve të tyre të bëheshin shenja dhe mrekullira. Por popullsia e qytetit u nda. Disa ishin me judejt dhe disa me apostujt.
por kur u bë një orvatje nga ana e kombëve dhe e judejve me krerët e tyre për t'i keq trajtuar apostujt dhe për t'i vrarë me gur, ata e morën vesh dhe ikën në qytetet e Likaonis, në Listra dhe në Derb dhe në krahinën përreth. Dhe atje vazhduan të ungjillizonin. Dhe në Listra ishte një burr me këmbë të paralizuara që rrinte gjithnjë ndenjur dhe nuk kishte ecur kurrë, sepse ishte sakat që nga barku i së ëmës. Ky e dëgjoi Palin duke folur, i cili nguli syt mbi të dhe pa se ai kishte besim për t'u shpëtuar, dhe tha me zë të lartë: "Ngrihu drejt në këmbë." Dhe ai hovi lart dhe nisi të ecë. Turma, kur pa që kishte bërë Pali, e ngriti zërin duke thënë në gjuhën likaonike: "Perëndit u bën të ngjashëm me njerëzit dhe zbritën ndër ne." Dhe e quanin Barnabën Jupiter dhe Palin Mërkur, sepse ai ishte i pari në fjalë. Atëherë prifti Jupiterit, që e kishte tempullin në hyrje të qytetit të tyre, solli dema dhe kurora pranë portave dhe donte të flijonte bashkë me turmën. Por apostujt Barnaba dhe Pal, kur dëgjuan këtë, i grisën rrobat e tyre dhe u turrën brenda në turmë duke bërtitur e duke thënë: "O burra, çe bëni këtë? Edhe ne jemi njerëz me të njëjta ndjenja si ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë, që ju nga këto gjëra të kota të ktheheni te Perëndia i gjallë që ka bërë qiellin dhe dheun dhe detin dhe gjithçka në ta." Në breza që shkuan, ai la gjithë kombet të ndjekin rrugët e tyre, por nuk e la veten e vet pa dëshmi, duke bërë mirë, duke na dhënë shira prej qiellit dhe stinë të frytshme, dhe duke i mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim. Dhe duke thënë këto gjëra, mezi ndaluan turmat që të mos u bënin flijim. Por në atë kohë erdhën judenj nga Antiokia dhe nga Ikoni, dhe si ja mbushën mendjen turmës dhe si e vran me gur Palin, duke menduar se vdiq, e tërhoqën zvarr jashtë qytetit. Por kur dishepujt u mblodhen rreth tij, u ngrit dhe hyri në qytet, dhe të nesërmen doli me Barnabën për në Derb, dhe mbasi u ngjillizuan atë qytet dhe bën shumë dishepuj, u kthyen në Listra, Ikon dhe Antioki, duke forcuar shpirtrat e dishepujve dhe duke i nxitur që të qëndrojnë në besim dhe duke thënë se më shumë mundime duhet të hymë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe mbasi u caktuan atyre pleqt sipas kishave, u lutën me agjërime, ja lanë Zotit në të cilin kishin besuar. Dhe mbasi e përshkuan Pisidin, erdhen në Panfili, dhe mbasi e shpallën fjalën në Perg, zbritën në Atali. Dhe asha andej lundruan për në Antioki, prej nga ishin dorëzuar hirit të Perëndisë për të bërë veprën që kishin përmbushur. Por si mbërritën, mblodhen kishën dhe treguan të gjitha sa bëri Perëndia me anë të tyre, dhe si u kishte hapur kombeve derën e besimit, dhe ndenjën atje me dishepujt një kohë jo të shkurtër. Jeremia, kapitulli 23. Mirë barind që prishin dhe shpërndajnë kopën e kullotës sime, thot Zoti. Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, kundër barinjve që kullosin popullin tim: ju keni shpërndar delet e mia, i keni përzën dhe nuk keni pasur kujdes për to. Ja unë do t'ju dënoj për ligësinë e veprimeve tuaja, thot Zoti. Por do të mbledh mbetjen e deleve të mia nga të gjitha vendet ku i kam shpërndar dhe do t'i çoj përsëri në kullotat e tyre, ku do të jenë pjellore dhe do të shumohen. Do të caktoj mbi to barinj që do t'i kullosin dhe nuk do të kenë më ndrojtje as frikë, nuk do të mungoj asnjë prej tyre, thot Zoti. Ja ditët po vinë, thot Zoti, në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend. Në ditët e tij, Juda do të shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: Zoti, drejtësia jon. Pra ditët po vinë, thot Zoti, gjatë të cilave nuk do të thuhet më për Zotin e gjallë që i nxori bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit, por për Zotin e gjallë që nxori dhe çoi përsëri pasardhësit e shtëpisë së Izraelit nga vendi i veriut dhe nga të tëra vendet ku i kisha shpërndar, dhe ata do të banojnë në vendin e tyre. Zemra ime është thyer brenda meje për shkak të profetëve. Tërë kockat e mia dridhen. Jam si një i dehur, si një njeri i mposhtur nga vera për shkak të Zotit dhe fjalëve të tij të shenjta. Sepse vendi është plot me shkelës të kurorës, për shkak të mallkimit, vendi është në zi, kullotat e shkretëtirës janë tharë. Vrapi i tyre është i mbrapsht dhe forca e tyre nuk është e drejtë. Si prifti, ashtu edhe profeti janë prishur, po,
e kam gjetur ligësinë e tyre edhe në vetë shtëpinë time, thot Zoti. Prandaj rruga e tyre do të jetë për ta si shtigje ku njeriu shket, do të shtyhen në errësirë dhe do të rrëzohen nëpër to, sepse do të bëj që të bjerë mbi ta një gjëm në vitin e dënimit të tyre, thot Zoti. Kam parë budallallëkt midis profetëve të Samarias, profetizonin në emër të Balit dhe e çonin në rrugë të keqe popullin tim të Izraelit. Edhe ndërmjet profetëve të Jeruzalemit kam parë gjëra të ndyra, kryen shkeljet kurorës, ecin në mënyrë të rreme, por forcojnë duart e keqbërësve dhe kështu asnjëri nuk largohet nga rruga e keqe që ka marrë. Për mua janë që të gjithë si Sodoma dhe banorët e tij si Gomora. Prandaj kështu thot Zoti i ushtrive për profetët: ja unë do t'i ushqej me pelin, dhe do t'i bëj të pinë ujë të helmuar, sepse nga profetët e Jeruzalemit pabesia është përhapur në tërë vendin. Kështu thot Zoti i ushtrive: mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju bëjnë profeci. Ata ju bëjnë të këqinj, ju parashtrojnë vegimet e zemrave të tyre dhe jo ato që del nga goja e Zotit. U flasin vazhdimisht atyre që më përbuzin: Zoti ka thënë do të keni paqe, dhe gjithnjë atyre që ecin në kryenaqësinë e zemrës së tyre, asnjë e keqe nuk do t'ju vi. Por kush ka marrë pjesë në këshillin e Zotit, kush ka parë, kush ka dëgjuar fjalën e tij, kush i ka kushtuar kujdes fjalës së tij dhe e ka dëgjuar. Ja, fortuna e Zotit po shpërthen me tërbim, një fortunë të mërshme do të shpërthejë mbi kryet e pabezëve. Zemërimi i Zotit nuk do të qetësohet derisa të ketë kryer dhe plotësuar synimet e zemrës së tij. Ditët e fundit do të kuptoni fare mirë. Unë nuk i kam dërguar ata profet, por ata kanë vrapuar. Nuk u kam folur atyre, por ata kanë profetizuar. Por sikur të kishin marrë pjesë në këshillën time, atëherë do të bënin që populli im do të dëgjonte fjalët e mia dhe kështu do ta largonin nga rruga e tyre e keqe dhe nga ligësia e veprimeve të tyre. A jam unë vetëm një perëndi nga afër, thot Zoti, apo edhe një perëndi nga larg? A mundet dikush të fshihet në vende të fshehta në mënyrë që unë të mos e shoh, thot Zoti? A nuk e mbush unë qiellin dhe tokën, thot Zoti? Kam dëgjuar atë që thon profetët që profetizojnë gënjeshtra në emrin tim, duke thënë: pash një ëndër, pash një ëndër. Deri kur do të vazhdoj kjo në zemrën e këtyre profetëve që profetizojnë gënjeshtra dhe profetizojnë mashtrimin e zemrës së tyre? Ata mendojnë që populli im do të harrojë emrin tim me ëndrat e tyre që i tregojnë njëri tjetrit, ashtu si etrit e tyre harruan emrin tim për Balin. Profeti që pa një ëndër le ta tregojë ëndrën, por ai që ka fjalën time, le ta kallëzoj atë me besnikëri. Ç'pun ka kashta me grurin, thot Zoti. A nuk është fjala ime si zjarri, thot Zoti, dhe si një çekiç që thyen gurin? Prandaj ja, thot Zoti, unë jam kundër profetëve që i vjedhin njëri tjetrit fjalët e mia. Ja, thot Zoti, unë jam kundër profetëve që përdorin gjuhën e tyre dhe thonë: ai thot. Ja, unë jam kundër atyre që profetizojnë ëndra të rreme, thot Zoti, dhe ja tregojnë popullit tim dhe e prishin ato me gënjeshtra dhe me mburësitë e tyre, megjithse unë nuk i kam dërguar dhe as nuk u kam dhënë ndonjë urdhër. Prandaj nuk do të jenë as pak të vlefshëm për këtë popull, thot Zoti. Në qoftë se ndërkaq ky popull ose një profet a një prif do të pyes duke thënë: cili është orakulli i Zotit? Ti do të përgjigjesh atyre: cilin orakull? Unë do t'ju hedh poshtë, thot Zoti. Sa për profetin, priftin o popullin që të thot orakulli i Zotit, unë do ta dënoj atë person dhe shtëpinë e tij. Kështu do t'i thoni se cili fshinjit të vet, se cili vëllait të vet, çfarë përgjigje ka dhënë Zoti dhe çfarë ka thënë Zoti. Por orakullin e Zotit nuk do ta përmendni më, sepse fjala e secilit do të jetë orakulli i tij, sepse keni shtrembëruar fjalët e Perëndisë së gjallë, Zoti i ushtrive, Perëndia ynë. Kështu do t'i thuash profetit: çfarë përgjigje të dha Zoti dhe çfarë ka thënë Zoti. Por në rast se thoni ende orakulli i Zotit, atëherë kështu thot Zoti: meqense thoni këtë fjalë, orakulli i Zotit, megjithëse unë ju kisha dërguar fjalë, mos thoni me orakulli i Zotit, ja unë do t'ju harroj plotësisht dhe do t'ju hedh larg fytyrës sime, ju dhe qytetin që u kisha dhënë juve dhe etërve tuaj, dhe do t'ju mbuloj me një turp të përjetshëm që nuk do të harrohet kurrë. Marku, kapitulli 9. Dhe u tha atyre: në të vërtetë ju them se midis jush që jeni këtu, ka disa që nuk do ta shijojnë vdekjen derisa të shohin të vijë me fuqi mbretëria e Perëndisë. Dhe pas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin dhe i çoi në vetmi, vetëm ata mbi një mal të lartë dhe u shndërrua përpara tyre. Dhe rrobat e tij u bën të shndritshme dhe shumë të bardha, si bora, të tilla që asnjë rrobalarës mbi tokë nuk mund t'i zbardhoj. Dhe atyre ju shfaqën Elia me Mojsiun që po bisedonin me Jezusin. Atëherë Pietri e mori fjalën dhe i tha Jezusit: mësues, për ne është mirë të jemi këtu.
Bëjmë pra 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Në fakt ai nuk e dinte çfarë thoshte, sepse ata ishin të trembur. Pastaj u bë një re dhe i mbuloi me hijen e vet, dhe nga reja doli një zë që tha: "Ky është biri im i dashur, dëgjojeni." Dhe menjëherë ata hodhën syt rreth e qark, por nuk pan më asnjëri, përveç se Jezusi filli vetëm me ta. Por kur po zbrisnin nga mali, Jezusi i urdhëroi të mos i tregojnë askujt çfarë kishin parë, derisa biri i njeriu të ringjallej prej vdekurish. Ata e mbajtën porosin dhe diskutonin mes tyre se çdo të thoshte të ringjallesh prej së vdekurish. Pastaj e pyetën duke thënë: "Por se skribët thonë se më parë duhet të vijë Elia?" Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Elia me të vërtet duhet të vijë më parë dhe të rivendos çdo gjë, por ashtu siç është shkruar për birin e njeriut, ai duhet të vuajë shumë gjëra dhe të përçmohet. Por unë po ju them se Elia erdhi dhe me të bën çdeshën ashtu siç është shkruar për të." Mbasi erdhi te dishepujt, pa një turm të madhe rreth tyre dhe disa skribë që po debatonin me ta. Dhe menjëherë e gjithë turma kur e pa u habit dhe erdhi me vrap për ta përshëndetur. Atëherë ai pyeti skribët: "Për çfarë po debatoni me ta?" Dhe dikush nga turma duke u përgjigjur tha: "Mësues, të prura djalin tim që ka një frym me mece dhe e kap kudo, e përplas dhe ai shkumzon, kërcëllon dhëmbët dhe i ngrin gjymtyrët. Dhe u thash dishepujve të tu që ta dëbojnë, por ata se bën dot." Dhe ai duke ju përgjigjur i tha: "O brez që zbeson, deri kur do të jem me ju? Deri kur do t'ju duroj? Ma sillni." Dhe ata ja prun, por sa po e pa, fryma e përplasi me forcë dhe fëmia që kishte rënë për tokë rrokullisej duke shkumzuar. Dhe Jezusi e pyeti të atin: "Sa kohë ka që i ndodh kjo?" Dhe ai tha: "Që nga fëmijëria, dhe shpesh e ka hedhur edhe në zjarr dhe në ujë për ta shkatëruar, por nëse mund të bësh diçka, ki dhe mshuri për ne dhe na ndihmo." Dhe Jezusi i tha: "Nëse ti mund të besosh, çdo gjë është e mundshme për ata që beson." Menjëherë babai i fëmijës duke bërtitur me lot tha: "Unë besoj o Zot, ndihmo mosbesimin tim." Atëherë Jezusi duke parë se po vinte turma duke rendur, e qortoi frymën në ndyrë duke thënë: "O frymë me mece dhe e shurdhët, unë po të urdhëroj, dil prej tij dhe mos hyr më kurrë tek ai." Dhe demoni duke bërtitur dhe duke e përpëlitur fort, doli prej tij. Dhe fëmia mbeti si i vdekur, saqë shumë njerëz thoshin: "Vdiq." Por Jezusi e zuri për dore, e ngriti dhe ai u qua në këmbë. Dhe kur Jezusi hyri në shtëpi, dishepujt e vet e pyetën veçmas: "Përse ne nuk mundëm ta dëbojmë?" Dhe ai u tha atyre: "Ky lloj nuk mund të dëbohet ndryshe, përveç se me lutje dhe agjërim." Dhe u nisën prej andej, kaluan nëpër Galile, dhe ai nuk donte që ta merrte vesh njeri, sepse ai i mësonte dishepujt e vet dhe u thoshte atyre: "Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve dhe do ta vrasin, dhe si të vritet, ai do të ringjallet ditën e tretë." Por ata nuk i kuptonin këto fjalë dhe kishin frikë ta pyesnin. Dhe erdhi në Kapernaum dhe kur hyri në shtëpi i pyeti: "Çfarë diskutoni të rrugës ndërmjet jush?" Dhe ata heshtën, sepse rrugës kishin diskutuar se cili ndër ta ishte më i madhi. Atëherë ai ul, i thirri të 12-tët dhe u tha atyre: "Nëse dikush do që të jetë i pari, le të bëhet i fundit të gjithëve dhe shërbëtori të gjithëve." Dhe mori një fëmijë të vogël dhe e vuri në mes tyre. Pastaj e mori në krah dhe u tha atyre: "Cili do që pranon një nga këta fëmijë në emrin tim, më pranon mua. Dhe kushdo që më pranon mua nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar." Atëherë gjoni u përgjigj dhe i tha: "Mësues, ne pam një njeri që nuk na ndjek, që i dëbonte demonët në emrin tënd dhe ja ndaluam sepse ai nuk na ndjek." Por Jezusi tha: "Mos ja ndaloni, sepse s'ka njeri që mund të bëjë një vepër të fuqishme në emrin tim dhe fill pas kësaj të flas keq për mua, sepse kush nuk është kundër nesh, është me ne. Sepse kushdo që do t'ju jap të pini një gotë ujë në emrin tim, sepse jeni të Krishtit, në të vërtetë po ju them se ai nuk do të humbas shpërblimin e vet. Dhe kushdo që do të skandalizojë një nga këta të vegjël që besojnë në mua, do të ishte më mirë për të t'i varet në qafën e tij një gur mulliri dhe të hidhet në det. Dhe nëse dora jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh dorë cung në jetë se sa të kesh të dy duart dhe të shkosh në ferr në zjarrin e pashueshëm, atje ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket. Dhe nëse këmba jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh i qal në jetë se sa të kesh dy këmbë dhe të hedhi në ferr në zjarrin e pashueshëm, atje ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket. Dhe nëse syri yt të skandalizon për mëkat, nxirre, është më mirë për ty të hysh me një sy në mbretërinë e Perëndisë se sa të kesh dy sy dhe të hedhi në ferr të zjarrit, atje ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket.
sepse gjithkush do të kripet me zjarr dhe çdo fli duhet të kripet me krip. Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhet e amësht, me se do t'ja jepni shijen. Kini krip në vetvete dhe jetoni në paqe njëri me tjetrin.